Kisha çadra shiu, çanta shkolle, peshira plazhi, çadra plazhi, çadra shiu kisha gjitha. Të ngërcëhesh nga institucionet që mënyra se si vepron një treg, se si lejohet për të vepruar një treg. Ktu fillojnë, gjithçka këtu fillon. 2 muaj më pas nga zjarri në tregun e ish uzinës Dinamo, bizneset e dëmtuara nuk kanë asnjë informacion se kur dhe në ç'vlerë do të kompensohen. Tregu u themelua në vitin 1995 pas privatizimit të ish uzinës. Ai menaxhohet si shoqëri aksionere nga rreth 120 ortak, ku kuotat kryesore administrohen nga familja Hysa, Fortuzi, Çela e të tjerë. Ndërkohë shteti mban 13% të kuotave përmes Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Në një takim jashtë tregut, përfaqësues të grupit aksioner shprehen se janë ende në pritje të prokurorisë, nëse arsyeja e zjarrit ishte faktor njerëzor i qëllimshëm apo incident rastësor. Vetë tregtarët janë zhvendosur përkohësisht në disa seksione në fund të tregut, ndërsa punonjës në terren po punojnë për restaurimin e fasadave të dëmtuara pranë 2 kapanoneve, A dhe B. Shkon mbi 800.000 euro ma, më thënë, akoma jemi duke bërë, më thënë kemi letrat, sepse janë shumë gjëra. Ne tash kërkojmë të bëhet diçka, të paktën na kthehet pjesa e TVSH-s ose të dalë një vendim VKM-je. Më thënë që për pjesën e TVSH-s që kemi paguar ta kthehet mbrapa, sepse gjithë vlera e madhe është djegur. Në atë TVSH që kemi paguar, më thënë duhet ta merrshim, duhet ta ja merrnim konsumatorit kur ta shistim. Se mos, unë më thënë në dhjetor më kanë ardhur 4 kontinjera dhe në janar me datë 6 kam ardhur 1 dhe të gjitha janë kaluar nga dogana e Tiranës, më thënë ka paguar TVSH. Ekonomisti, quam bilancin, bëm atë deklarimin që u përvlua. Edhe quan inventarin që kemi, dhe quam tetatimet. Inventarin që kemi me letra. Se u përvluam, gjëje, se s'kisha, e kisha gjitha atje, kisha 3-4. Rreth 76 biznese të dëmtuara ka nisur një peticion të nënshkruar drejt kryeministrisë mbi dëmet dhe menaxhimin e situatës, por deri më tani ata nuk kanë pasur asnjë reagim. Tregtarët shprehen se kanë vite që janë përpjekur të sigurojnë bizneset e tyre, por firmat e sigurimit nuk i kanë marrë përsipër. Kam pyetur në 2-3 firma sigurimi, kam pyetur para 2-3 vjetësh dhe nuk marrin përsipër të sigurohet, sepse risku është shumë i lartë, nuk përmbush standardet për të siguruar, më thënë. Nuk futet asnjë firmë sigurimi në këtë treg, jo këtu, po edhe në tregjet e tjera që mund ketë, sepse risku është shumë i lartë. Ka një risk shumë të lartë dhe ai nuk ta merr përsipër ta siguroj, sepse nuk përmbush standardet që nga mënyra se si është ndërtuar, nga mënyra se si funksionon, më thënë nuk janë kushtet për zjarr fikset, nuk janë rrugët. Më thënë janë ca gjëra që praktika që i dinë ata se sa neve. Kompanitë e sigurimit nuk refuzojnë njerëzit apo bizneset. Ato refuzojnë një rrezik të pakontrolluar. Dhe në këto struktura të përbashkëta, nëse masat nuk janë marrë, rreziku është i pakontrollueshëm dhe e thënë në gjuhën e sigurimeve është gjithashtu edhe i pamarrshëm në sigurim. Ekspertët e sigurimeve bëjnë thirrje për një bashkëpunim më të efektshëm nëpërmjet strukturave përgjegjëse, me qëllim garantimin e kushteve minimale operative. Ky është rasti i dytë brenda një periudhe të shkurtër kohore kur tregjet industriale tregtare përfshihen nga flakët, duke lënë tregtarët të pakompensuar dhe pa zgjidhje. Më 30 qershor 2025, një zjarr i rënë në tregun sezonal të plazhit në Durrës dëmtoi 35 biznese. Për të dalë përtej këtij rasti dhe për të nxjerrë mësime, le të themi, nëse tregjet kolektive pajisen me sisteme minimale sigurie, siç mund të jenë sprinklat automatik, të kenë ndarje rezistente ndaj zjarrit, pra zjarri të mos përcillet strukturë pas strukture, të kenë sisteme alarmi të certifikuara, të kenë kontroll teknik të instalimeve elektrike edhe këto të certifikuara, atëherë bizneset mund të sigurohen normalisht. Tregu i sigurimeve në fakt është i gatshëm të bashkëpunojë edhe me bashkitë, edhe me autoritetet e tjera përkatëse për të krijuar këto standarde tashmë, që t'i bëjmë këto struktura të sigurueshme. Nevojitet një reflektim nga gjithë strukturat. 2 muaj pas flakëve tymi është shpërndar, por pasiguria mbetet. Mes hetimeve që zvarriten dhe kompensimeve që nuk duken në horizont, dhjetra biznese vazhdojnë të paguajnë koston e një sistemi që nuk parandalon dhe nuk mbron. Zjarret në tregje po kthehen në një lajm të përsëritur, por për tregtarët, ngjarje të tilla nuk janë statistik, por faliment.
Deri në një lëvizje konkrete nga ana e institucioneve, siguria do të mbetet premtim larg standardeve.